Ne jemi shqiptar. Jemi këtu në një kohë shiu, në Varshavë të Polonisë. Tokën s'keni me marrë, lumin s'keni me ndarë. Largohuni tradhtar, këtu ka shqiptar. Shumë shqiptar që jetojnë këtu në Poloni, që janë vendas në polak, për të protestuar për çfarë po ndodh në Shqipëri. Jemi këtu në një kohë shiu, në Varshavë të Polonisë, përpara ambasadës shqiptare këtu në Poloninë. Dhe pse një kohë shumë e keqe, një kohë me shi, nuk i ka penguar shumë shqiptar që jetojnë këtu në Poloni, që janë vendas në polak, për të protestuar për çfarë po ndodh në Shqipëri, për gjithë shqiptarët, për gjithë diasporën dhe për të reprezentuar shqiptarët kudo që janë. Dua të intervistoj disa nga njerëzit që janë këtu për të parë se çfarë i ka sjell ata përpara ambasadës shqiptare dhe çfarë duan të ndryshojnë nëse është në Shqipëri apo me ligjet e reja që kanë ndodhur. Kush jeni dhe pse keni ardhur këtu? Atëherë unë quhem Platin Rapi, me profesion jam ekonomist. Ka disa vite faktikisht që emigroj dhe arsyet e emigrimit dihet. Edhe unë si shumë tjerë nuk ashtë se kam ardhur për çef këtu, por e tha ndryshe jam debu ose largu, pasi situata e jetesës është e pamundur atje. Nuk e di nëse mund të tham fatmirësisht apo fatkeqësisht, jetoj në një vend që është e mundur jetesa, por nuk do doja të jetoja në asnjë vend tjetër, vetëm në vendin tim të origjinës në Shqipëri, por dihet atje është e pamundur jetesa për shumë arsye. Dohet të ndryshojë në Shqipëri. Gjithçka. Problemi nuk është se janë disa probleme, po janë qindra miliona probleme atje. Duke filluar nga arsimi, nga shëndetësia, nga kontrolli i ushqimit, nga infrastruktura, nga siguria e jetës. Domethënë janë të panumta, mund të rri me orë të tëra ato ti flas, ti shpreh. Ne i dim gjitha arsyet, prandaj jemi këtu. Dhe thirrja ime është ndër disa të tjera, është largimi i kasës politike për 35 vjet, që kanë shkatërruar dhe kanë shit dhe degraduar gjithçka. Çfarë ju ka sjellur përpara ambasadës shqiptare në Poloni për protestuar? Na ka sjellë se më dhëm zemra për vendin tim. Çfarë të dhëmë më shumë në zemrën tënde? Çfarë kërkon të ndryshojë? Shumë gjëra. Se di nga t'ja filloj. Vendin tim kam 20 vjet që kam nga Shqipëria kur vete shoh njëjta rrugë, njëjta transport publik, se di, njëjta pensione për prindrit tanë. A ke prindër në Shqipëri? Po. Si ata e përballojnë jetesën? Si përballojnë janë kanë çunat, jashtë i ndihmojmë, kështu se me pensionet që janë atje. Çfarë mendonte duhet të ndryshojë që e parë punës pensionistat shqiptarë të kenë jetë më të mirë, por pse jo dhe njerëz si puna juaj të kthehen të punojnë në Shqipëri? Thjesht politika, thjesht atje kemi problemet, e politika, se si vend e kemi supur. Mendon që ka mundësi punësimi në Shqipëri? Ka, po thjesht është politika, gjithë klasa politike, duhet largohen, se di. Çfarë mendon që duhet ta zvendësojë atë klasë? S'po del në një çuni i ri në një gjë. Okej. Sa shpesh shkoni në Shqipëri? Shkoj 2 herë. Si janë çmimet ekzistuese për momentin në Shqipëri ku kthehesh në krahasim me këtu? Do të them, po, them një lloj, po si është një lloj rrogat si këtu dhe atje, kupton, ose s'është një lloj jeta. Shikoj shumë shqiptar që jetojnë në Poloni të mbledhur para ambasadës shqiptare. Çfarë ju ka sjellur ju para ambasadës shqiptare? Ne na ka sjell arsyeja që duhet të largohet kjo politike korruptuar me këta njerëz që kanë mendjen vetëm për të vjedhur, vetëm për njerëzit e tyre që dita ditës pasurohen akoma dhe më shumë. Çfarë të ka bërë ty të largohesh nga Shqipëria? Fatkeqësisht në Shqipëri që 12 vjeç e kupton që në atë vend nuk ka një të ardhme. Kjo është arsye që unë, si gjithë të tjerë, për një jetë më të mirë jam larguar. Mendoj që në Poloni e ke bërë një jetë më të mirë se çdo e bëjnë në Shqipëri? Po, mendoj se po. Sepse nuk mungon asgjë, duke filluar që nga shëndetësia, që nga transporti, puna, çdo lloj gjëje është shumë më mirë fatkeqësisht se sa në Shqipëri. Se Shqipëria është një vend i vogël që nuk na mungon asnjë lloj gjëje, që do të thotë nafta, gazi, çdo lloj gjëje është e jona, po shkon tek xhepi i të politikanëve që kemi. Më shumë resurse shqiptare të zotërohen nga kompani shqiptare? Po, patjetër që po. Patjetër që po. Si mendon për ligjin e ri që ka shkaktuar gjithë këto protesta, ndryshimi i atij ligji? Për mendimin tim kjo ka sens, se edhe nëse këto ndërtesa që Ivanka, si e ka emrin ajo, do që
të investoj atje, prapë kjo nuk është për ne. Ne maksimumi atje mund të shkojmë për një punë, një pjatalarës apo një pastrus për 400.000 lek, 500.000 lek muaj, po jo për pushime, se pushimet atje nata mund të kushtojnë 1.000 euro. Ne nuk e kemi atë lloj mundësie që të shkojmë atje për pushime ose ku diun. Çfarë do konsiderojë investim strategjik për Shqipërinë? Investim. Duhet të investohen që nga shëndetësia, që është e para. Shkollat, spitalet, rrugët. Kemi vend aq të bukur, vjen turisti, nuk ka ku futet me makinë, se bllokohet nga gropa që është atje në mes të rrugës. Mendoni që mbase thjesht të hapen më shumë kompani, pra të japet më shumë mundësira për kompanitë jashtë Shqipërisë për të ardhur për të investuar, të hapin filialet e tyre dhe çfarë mendoni që pengon këtë kompani? Patjetër që po, mendoj se taksat janë shumë të shtrenjta. Çdo lloj gjëje është shumë e shtrenjtë. Prandaj ata që kanë 5 lekë investojnë diku jashtë, është më mirë se sa në Shqipëri, në vendin tonë. Çfarë thirrje do t'i bëjë gjithë shqiptarëve që po të shkojnë? Gjithë shqiptarëve do t'i bëja thirrje që të ngrihen, sa nuk është vonë, që ta shporrin këtë lloj politike që na ka mërzitur, që unë jam 26 vjeç dhe mbaj mend gjithë jetën time Edi Ramën dhe Sali Berishën. Pse jo një djalë të ri, një djalë me shkollë, se ne shqyr Zotit i kemi rinin të shkolluar, të diplomuar, që janë me plot bindje mund ta them që mund t'ja dalin dhe ta drejtojnë këtë vend 1 miliard herë më mirë se sa janë tani këta të korruptorit. Siç e shikua shumë shqiptarë që jetojnë këtu, normalisht janë të ambientuar në jetën polake, por do donin më shumë për Shqipërinë sepse kanë lënë fëmijët e tyre, kanë lënë prindit e tyre, duan një jetesë më të mirë dhe të kthehen me krenari, pse jo të investojnë dhe të punojnë. Vesi sipërmarrëse shqiptare që punojnë me sipërmarrës shqiptarë nga tërë bota, jo vetëm shqiptarë dhe kosovar, ajo që unë kam vënë re është edhe kur sipërmarrës shqiptarë që janë në SBA apo në Europë mundojnë të investojnë në Shqipëri, hasën me shumë byrokraci, hasën me shumë korrupsione dhe e bëjnë të pamundur zhvillimin e bizneseve të tyre, pa patur një farë shumë që ata duhet paguajnë dikujt. Dhe këtë e kam nga histori personale që unë kam ndihmuar sipërmarrës të hapin bizneset e tyre në Shqipëri. Dhe në një farë mënyrë këto janë investime strategjike. Nëse doni që gjithë diaspora, gjithë shqiptarët në të mbar botën të vinë të investojnë në Shqipëri, përveç se thjesht të presim nga kompanira që nuk i dim fondet ku janë, duhet filluar nga shtëpia jonë, duhet të filluar nga çfarë duhet të bëjmë neve të aksesueshme dhe të ndihmojmë sipërmarrësit shqiptarë nga tërë bota të vinë të hapin filialet e tyre, të hapin vende pune, sepse sot e kësaj dite ka kompanira që kanë pozicione remote, pra punim nga shtëpia për shqiptarët, por mungon infrastruktura e dur që nga taksat që nga mënyrat e dura. Dhe jam shumë kurioze të di se çfarë ju keni bërë gjatë tyre 30 e ca ditëve të protestave, keni protestuar, çfarë jeni duke protestuar dhe çfarë do doni ndryshoni për Shqipërinë dhe të ardhmen tonë. Bëni subscribe kanalit, mirë dëgjofshim.